Përmeti është përballur me problematika serioze si pasojë e rreshjeve intensive të shiut gjatë ditëve të fundit. Situata më e rëndë është regjistruar në lagjen Sede, ku rreziku për banesat ka qenë i lartë dhe është dashur evakuimi 4 familjeve. Sipas kryetares së bashkisë Përmet, Alma Hoxha, strukturat vendore kanë qenë në terren që prej orëve të para, ndërsa disa akse rrugore kanë mbetur të bllokuara ose paraqesin rrezik për qarkullimin. Ashtu si në gjithë vendin, edhe Përmeti gjatë këtyre ditëve është përballur me situata emergjente për shkak të shirave të fundit, të cilat kanë qenë me intensitet jashtëzakonisht të lartë. Ngjarje e fundit edhe më problematike është ajo e datës 7 janar, ku një nga lagjet kryesore të qytetit, siç është lagja Sede, për shkak të çarjes së porojit të Leusës, i cili ka vështruar dhe ka marrë disa banesa, të cilat menjëherë pas sinjalizimit të strukturave vendore të emergjencës civile, familjet e tyre janë evakuuar. Është bërë transporti i tyre në disa mjedise të vendosur nga bashkia në rast evakuimi, siç është konvikti i qytetit, dhe 2 familje të tjera të cilat kanë shkuar tek ta afërmit e tyre. Sigurisht kemi edhe situata të tjera emergjente, siç është rruga e Frashërit, e cila është e bllokuar, ku përsëri ne do të vazhdojmë me zhbllokimin e kësaj rruge. Situatë emergjencë kemi përsëri në fshatin Rapsk, edhe atje kemi pasur strukturat tona vendore, janë evakuuar 2 familje, cilat janë streuar pranë të afërmit e tyre, janë marrë gjitha masat nga pushteti vendor, nga bashkia, me qëllim që e para të jetë siguria e njerëzve, gjithë gjës së gjallë, sigurisht edhe shtëpive të tyre, me qëllim që me masat e marra t'i kthehemi normalitetit. Hoxha theksoi se janë marrë të gjitha masat e nevojshme për të përballuar situatën. Strukturat janë në gatishmëri të plotë dhe po monitorojnë nga afër çdo zonë problematike. Jemi duke monitoruar gjithë situatën në këtë lagje, prurjet ende vazhdojnë me ritme të larta. Kemi marrë gjitha masat në bashkëpunim me të gjitha strukturat vendore të emergjencës, por edhe ato qendrore, me qëllim që ta përballojmë dhe ta kthejmë këtë situatë në normalitet. Ndërkohë, rruga Përmet Çarshov është aktualisht e pakalueshme, pasi rreshtet e dendura kanë shkaktuar çarjen e Karragjatës në afërsi të vendit të quajtur Ura e Petranit. Autoritetet i bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të shmangin këtë aks.